Po këto që thonë për shembull, unë nuk e trajnoj stafin se ai bëhet shumë i mirë dhe mikën. Prandaj ne kemi ngel këtu ku jemi. Sepse unë mendoj personalisht nëse ti arrin të krijosh komoditetin dhe ti japësh një personi atë që ai meriton, pse duhet shkoj diku tjetër? Edhe pse nuk duhet funksionosh ti me kontrata? Shqipëria e njeh shumë pak pjesën e kontratës së punës. Thonë këtu në Shqipëri sot janë punë, nesër si dihet, ndoshta merr telefon pronari thotë di çfarë lëre fare se kam gjetë dikë tjetër, por lëre fare se do ta mbyll. Thonë nuk ka një stabilitet. Dhe prandaj ka ardhur gjithë ky lëmsh po e quaj deri në fakt topike, sepse edhe punonjësit le të themi, edhe pjesa e stafit nisin diçka. Shumë pak janë ata që e kanë pasion dhe e bëjnë me qejf dhe me shpirt të punës. Thjesht e shikojnë si një punë, do shkojnë të punojnë 8 nëntor, do marrin atë rrogën dhe do ikin. Nuk e shikojnë gjithë diçka që të investojnë te vetja dhe të ecin përpara. Ky podcast është sponsorizuar nga Armal Mamaçi Training, kompania e cila suporton misionin ton për promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri.